Shqipëria mirëpret konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës Qendrore dhe Lindore. Kjo konferencë që zhvillohet pas 13 vjetësh në vendin tonë u mbajt në Vlorë. I pranishëm presidenti i Republikës Bayram Begaj buri theksin te drejtësia e re. Në Shqipëri ne kemi ndërmarrë një reformë e cila ka sjellë zhvillime pozitive të rëndësishme në sistemin e drejtësisë, si forcimi i pavarësisë dhe rritja e profesionalizmit të magjistratëve, rritja e transparencës dhe mekanizmave të rinj për të parandaluar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kreu i shtetit u ndal gjithashtu tek përgjegjësia e gjyqtarëve të gjykatave të larta si garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi të paanshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë. Begaj rënvizoi rëndësinë e forcimit të besimit të qytetarëve tek drejtësia. Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Kreu i shtetit shprehu mbështetjen për rezultatet deri tanishme të strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa theksoi se sistemi i drejtësisë përballet ende me një sfidë. Mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënduar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Në konferencë morën pjesë përfaqësues të gjykatave të larta amerikane dhe krerët e gjykatave të larta të Evropës Qendrore dhe Lindore. Qëllimi është shkëmbimi i ideve dhe përvojave më të mira në fushën e drejtësisë mes vendeve.